Përshëndetje për gjithë. Sot është dita e çlirimit të qytetit më të bukur në Shqiptari, e ajo është Podujeva jon e dashur. Atëherë, pia ulçoj momentin e çlirimit të Podujevës, pastaj kam edhe të fjalë për këtë pjesë. They were met by hundreds, if not thousands, of cheering ethnic Albanians who have spent the last 3 months shuttered in their homes, afraid to come out for fear of arrest, beatings, or being forced to leave Kosovo. But the British peacekeepers found some Yugoslav troops still in the border town, including this armored vehicle with a pair of mounted machine guns. The Yugoslav vehicle tried to force its way down the street to push back cheering crowds, but was met head-on by K4 armor. After a 5-minute standoff and the exchange of words, the Yugoslavs retreated amidst jeers from the crowd and shouts of UCK, UCK, and NATO, NATO. It wasn't the last confrontation. Armed Yugoslav soldiers also tried to push back the cheering Albanians on the streets, and British peacekeepers countermanded their orders. Under terms of the agreement, the area is to be completely clear of Yugoslav police and soldiers by 6 in the evening. The British forces said stragglers would be pushed along to force them to either lay down their arms or leave. Jim Clancy, CNN Pristina. Urime dita e çlirimit, vendi jem më i bukur, ose shkurt vendlindja jem më e bukur që i kam shumë të mira në këtë vend. Po ashtu një falënderim i veçantë të gjithë atyre që kanë dhënë mund e sakrificë që Podujeva jon e dashur ose llapi jon i dashur me kon sot unë liri. Po ashtu një falënderim i veçantë shkon për dëshmorët tonë që kanë dhënë jetë e sakrificë për të gjitha trojet shqiptare. Faleminderit Zotit që jam shqiptar edhe jam prej një vendit të cilit ka dhënë shumë kësaj lirie të Kosovës në krye me komandantin legjendar Zahir Pajazitin.